Është lajmi mirë që partitë politike po ulën të gjitha së bashku, të ftuara nga presidenti Osmani, edhe pse iniciativa për me ul bashk dhe me bisedu rreth daljes nga kjo krizë politike ku vendin e ka futur lëvizja vetëvendosje ka qenë propozimi yni, ndërkohë që po e presim takimin për të pasë çfarë do të rezulton. Po, është e vërtet Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari aty do të shkojë dhe edhe një herë dhe do shpalos idenë, ndoshta me detaje të tjera, me shansën edhe për ta argumentuar sepse ne konsiderojmë që për momentin kjo është zgjidhja ndoshta më e mirë e mundshme për situatën në të cilën gjendemi. Nëse partitë politike mandej janë në përkrahje, besoj që takimet në vazhdim, nëse përkrahin idenë, janë për detaje tjera, për afatin, për listën e prioriteteve dhe absolutisht nuk bëhet fjalë për ndarjet e pozitave, sepse konsideroj që kjo në fundit edhe do të ishte shumë e lehtë, sepse një qeveri gjithë përfshirëse, ndoshta ndarja e funksioneve dhe përgjegjësive do të mund të bëhej komplet në bazë të përqindjes së rezultatit të votave. Nuk kemi vendosur kushte, nuk kemi kërkuar dikastere, as nuk e kemi diskutuar brenda për detajet e tilla. Asnjëherë nuk kemi kërkuar garanci ose nuk kemi bërë trysni që deputetët e grupit tonë, domethënë deputetët e Lidhjes Demokratike, sepse ende edhe grupet nuk janë formuar dhe konstituuar, ne nuk kemi kërkuar ose nuk kemi ushtruar kurfar presioni që të votohet në formë të caktuar. Domethënë thjesht ka qenë qëndrimi i partisë ndaj të cilës ka pasur përkrahje nga të gjithë deputetët. Konsideroj që postimi ka qenë publik, mënyra se çysh është interpretuar ka pas mënyra të ndryshme. Deputetja Amram është lidh në debate edhe live dhe ka dhënë shpjegimet e saj. Ajo vjen këtu për çdo 48 orë është prezente, besoj që mund ta pyesni atë se më së miri t'ju jap detajet se çfarë ka menduar të thotë.